أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë dhe e pranojmë se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij dhe është vetmja krijesë që Allahu subhanahu wa taala na ka bë obligim, kusht na ka bë që të nënshtrohemi kësaj krijese nëse dojmë me kon të shpëtuar nëse ditën e Kiametit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi gjithë shokët e tij radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë këtë rrugë deri në Kiamet. Allahu na bën prej tyre, Allahumma amin. Amin, amin. Pastaj vëllezër musliman, sot me lenin Allah subhanahu wa taala do ta ndrojnë atë temën pak. Po nuk do me thonë se ndrojnë temën, kena me dalë jashtë asaj çka Allahu na ka mësuar dhe I dërguar I Tij. Alayhi salatu wassalam. Edhe pikërisht sot çka do të flasim janë dy ajetet që nuk e besoj se cili për neve kam I ditë ato ajete. Dhe ato ajete I thojnë në çdo recat. Nga se është në surën Al-Fatiha. Këto ajete janë dy ajetet e fundit të surës Al-Fatiha. Dhe këto ajete flasim për temën rruga e drejt është një. Kujdes mos e humb. Thot Allah subhanahu wa taala: Ihdina as-siratal mustaqim. Udhëzona o Zot në rrugën e drejtë. Fjala sirat me përkthy prej arabishtës në gjuhën shqipe është njëjës që do me thonë një rrugë. Dhe për çudi që kjo fjalë nuk ka as shumës, as nuk ka dys, as nuk ka përveç njëjës që ekziston. Cila është ai hikmeti, ai urtësia që Allah e ka lënë njëjës, më të kallëzu ty e mu, se rruga e vetme që çon në xhenetin e Allahut është kjo rrugë. Ti që I thuaj ihdina as-siratal mustaqim, udhëzom o Zot jam në rrugën e drejtë. Ai të e ditë çfarë rrugë I të lyp. A e duke ditë çka I duke I kërku Allah subhanu ta'ala? Sot kena me të regu me lejnë Allah të azzojgjel. Allah në më nëcoft, më konë sinqert në ta që e flasim ja Rabbi. Sirata alladhina an'amta alejhim. Në rrugën e atyne të cilët I begatove me mirësit e tua. Në rrugën e atyne të cilët I begatove me mirësit e tua. Dhe ata ishin pejgamberët, minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin. Ishin këto katër grupe. Pejgamberët, njerëzit e sinqertë që ishin edhe ata që I ndjekën pejgamberët, shokët e tyre radhiyallahu anhum jamian, dhe ishin shahidat Allahu na vë prej tyre dhe na pranoft ja Rabbi, dhe ishin njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë që I kanë nështruar Allahu dhe të dërguar me Tij alayhi salatu wassalam. Nuk ekziston rrugë tjetër jashtë kjo rrugë. Ghayril maghdubi alejhim. E runa Zot mos na lë me deviju
mos na bën sikur ata të cilët e humbën këtë rrugë, e devijun, e meritun hidhërimin tënd o Allah, dhe ata ishin jehudit, walid-dalin, as mos na bën për atyne të cilët prej neglizhencës pa ditorisë tyne të madhe e humbën rrugën tonë o Allah, dhe ata ishin të krishterët. Në fund tha pejgamberi alayhis salam, thuni amin. Thuni amin. Edhe thuni me zo. Pse? Tha alayhis salam kur thot imami ghayril maghdubi alehim walid-dalin, thuni amin. Thot nga se kur t'ju ndëgjojnë ata jehudit dhe krishterët, ju xhelozojnë pse e thoni këtë fjalë. Apo e kuptoni se kjo xhelozi që e kanë krishterët ndaj kësaj fjale të i dërguar Allahut ka qenë adhurim ndaj Allahut? Edhe që kjo e vogla ka qenë adhurim ndaj Allahut. Mos thuj amin atë mes veti, mes menias të vetën tonë duke thonë amin. Po thuj amin, se si e të lut diçka të vogël, të lut diçka që nuk ekziston e dyta. Dhe ajo është rruga e vetme që çon në xhenetin e Allahut. E dietor kanë thonë me dëmës, ose kimu kom pre atyne të cilët Allahu i pas ka begatu me mirësitë e tina, ose do t'jesh pre atyne që Allahu i pas ka derdh këtë hidhrimin e tina mbi ta, dhe pas kanë deviju rrugën dhe ata një jehuditët të krishterët. A ka dallim mes këtyre grupeve? Normal që kam e pos dallim, nga se qysh në fillim të Kur'anit, surën e parë Allah na ka mësuar më lut në këtë dallim që ta bëjmë çdo recat. Udhëzon në rrugën e drejtë, udhëzon në rrugën e atyre që i dhohet mira, udhëzon në rrugën e drejtë, udhëzon në rrugën e drejtë. Çka është kjo rrugë? Cila është kjo rrugë? Çish e përshkruajti Allahu këtë rrugë? Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Çaja rruga e drejtë që pelipni është te te o Muhammed a.s. Se me dhe vërtet te o Muhammed o dhe zanë në rrugën e drejt. A dini që rrugëve në arabisht i thujnë subul, sebil, tarik. Kër shkanin haqë, ata shashkojnë, Allah në mundësuf kemi me shku, ata bëjnë tarik i haqë, tarik, shkallë që rrugën. Pse Allah ka qëjtë sirat, nga se nuk ka shumë s'ke fjallë, ma në men këtë. Ndërsa rrugët që na hecmi kanë dysin në arabisht dhe kanë shumësin. Ndërsa kër i ka thonë pejgamberit ti me të vërtet udhëzon për cëllën, sirat, udhëzon në rrugën e drejtë që të rrugë që janë të malyp ketë. Ndjekë pra këtë pejgamber nëse do më konë i udhëzuar më thë. Thot Allah subhanahu wa taala: "Qul hadhihi sabili", thuaj atyne o Muhammed, që kjo rruga që jo po doni me pështu dhe me ndjek rrugën teme, është hajde pas kësaj rruge. Që kjo rruga e me cëlla, ed'u ila Allah, që unë nëpërmjet kësaj rruge thirrit e Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, unë e thirrin këtë rrugë me çka, me argumente. Sa është be këtë dini Allahut sot? Nuk është be këtë dini Allahut me prolla që është na i merr menja neve na me adhuru Allahun edhe hajtu dha mor, fund zoti ka bullu kry ma veti. Thuti që na qelsat në dorë kena na pranojnë veprat as na pranojnë. Po me dëmës dhët më përshtot Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam. Me dëmës ki me ndjek këtë rrugë. Pse Allah e quajti urën kur do të ura e cilla është me kalu ose cili ka më hyp në atë urë. Për me shku në xhenetin e Allahut, veç aja është ura e siratit. Me të njëjtën rrugë ka quajti Allahu. A dini për shka? Se nuk janë dy rrugë se ekzistojnë. Është e vetmja rrugë. Kanë thonë dietarët, nëse te ecën këtë dënjon që të siratin, që po të spjegohet me Kur'an, me surën Al-Fatiha, i nënshtrohesh dërgumit Allahut alayhis salam, ti ka më të mundsu edhe në sirat atje kur dash para Allahut me ka përcy. Kjo është aja esenca që ka na do të me kuptu njerë për gjithmonë. Ose do t'jem rëb të Allahut, ose ki më konë rëb i devijum i shejtanit. S'ka mundësi edhe dreq edhe me lashe. Nënën tjetër me adhuru partijat, nënën tjetër pe adhuraj dhe Allahun. S'prandojnë të dyjat. Nuk ka mundësi të dyjat me shku në vend, kurrën e kurrës. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah subhanahu wa ta'ala
Përmend me një ajet thot gjithashtu neve ju banëm juve ummet mesatar. Ummet mesatar kush është? Janë ata që janë nështruar në Allah dhe të dërgumit e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe mos u ban sikur se jehudit. Mos u ban sikur se jehudit, të cilët e njoftën dërgumin e Allahut alayhi wasallam. Ata të mallkum e kanë ditë saktë se ishte i dërgumi i Allahut. I kanë njoft saktë dhe shumë mirë cilësitë të dërgumit të Allahut alayhi wasallam. Mirë po, prej xhelozisë se e kanë prit që Allah pe dërgon këtë pejgamber të fundit prej fisit tyne, prej Ben Israelve, ndërsa Allah dërgoi pejgamberin Muhammed alayhi wasallam prej arabëve, dhe këto hinën në xhelozi, e xhelozun Allahun, mallkimi Allah qoftë mbi ta ya Rabbi. Thuni amin. Mallkimi Allah qoftë mbi ta ya Rabbi. Dhe çka bënë këta të mallkum? Pe xhelozisë në Allahun dhe dërgumin e tij filluan dhe thonë, jo, se sa është ky pejgamber. Ndërsa Allah tha ya'rifuna al-haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Ata e dinë dhe njohin të vërtetën, janë të njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çish e njohin fëmijët e tyre? Cili ka dyshim që se një fëmijën e vet këto pinëve? Unë nuk e besoj që ekziston asnjëri. Secili e njeh evladin e vet. Allah kështu ka përshkruar që jehudit janë të njohur të Muhammed alayhi wasallam. Janë të njohur por janë të besu, janë të xhelozu. Editor kanë thonë mos u ban sikur se jehudit që ditëri patën, po me ditërinë e tyne e shtramon rrugën e tyne. Thot por ki kujdes mos u ban as si të krishterët, të cilët me pa ditërinë e tyne i banën Allahut meta. Përshkruajtën se Allah ka evlad, përshkruajtën se Allahu ka non, dhe Allah është i treti, i treve, na'udhu billah, ndërsa thot Allah subhanahu wa taala kur të i pyet ata pse pe adhuroni këta të tjerë, e nuk pe adhuroni vetëm Allah subhanahu wa taala, li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kështu Allah ka përshkruar. Ata thonë na sim të mor këta për diçka tjetër. Po që të afrohemi te Allah subhanahu wa taala, po që të afrohemi te Allah, sikur se sot disa prej xhollarëve thojza thirrën në partia, thirrën në votime, për çka? Edhe e thonë popullit i kena me veshët tonë, është obligative me dal. Hajde, ahmak, hajde. Se janë të ushit budallakijat me të madhe. Kur ti thush dikojna, është obligative me dal fetarisht, dosh me prun tekst prej Kur'anit ose Sunetit pejgamberit alayhi wasallam. Dije se vallahi s'ki përgjet më ta dhon Zoti ymrin e këtë kësaj dunjoje së pikur është kriju. Edhe më të lëm përgjithmonë me etu s'ki me mujt me gjet asnjë argument të dopt nëse është ajo. Pas nëse e shpik, çish janë të shpik. E disa tjerë dalin dhe thonë është farz, na'udhu billah. Farzin nuk bën të vllazni, do të me ditni se në farz nuk mund me bën kërkosh përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe për ata do të me pas tekst prej Kur'anit. Fale namazin, u krye muhabeti. S'ka këto a bën me fal, a bën mos me fal. A bën sot pe falin një në Isra 2. Jo, sa është urdhër e Allahut direkt tek Kur'an. Thot Allah subhanahu wa taala për të dallu këto grupe, hala më shumë, thot afa najalul muslimina kal mujrimin. Apo i bënit barabart muslimant, ata të cilët i nënshtrohen Allahut dhe pejgamberit tij alayhi wasallam, ata të cilët dojnë shariatin e Allahut me zbatu në rrezullin toksor dhe nuk dojnë me bën arabi se kur mos u bën këtë arabi këtuja, ama u bën shariat amin ya rabbi, u bën shariat e jo arabi, se sta vjen arabia. Se në zejtën së në dërojmë, mirë po e dërojmë shariatin e Allah dhe për ata jetojmë. Ka dallim shumë të madh. E thot Allah subhanahu wa taala, pse pi bënit barabart kriminalt me muslimanët? Nuk ka shbrej barabart. S'ka mundësi më koni barabart ai i cili lufton, ai i cili mbron, ai i cili edhe qoftë me votën e tina, e ndihmon tagutin me hip në krye, kundra ligjet të Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi më koni barabart me ata i cili ta tonë distancona për këtë asajna që keni duke adhuruar. Nuk ka mundësi më koni barabart, nga se ai shka se adhuron Allahun, te Allahu është kriminal, edhe pse në sytë e tonë është ai burr i mirë. Te na mund më kon s'ka si kë valla. Mirë po te Allahu kë ka me dal para Allahut kriminal. Këtë këtu janë në kuptimin e ihdina siratal mustaqim, ai të di çka i të lut.
Thot Allah subhanahu wa taala ajetin tjetër, la yastawi ashabun nar wa ashabul janna. Nuk janë të barabartë banorët e zjarrit të xhenemit me banorët e xhennetit. Ashabul jannati humul faizun. Banorët e xhennetit janë ata që e kanë mugëzu Allah na bën për ty, ja Rabbi, keç ka jena këto ja Rabbi, me familjarët e tonë. Nuk janë të barabartë. Me damas kanë më dallu. Këshire ka cila on te i vlloj doshur. Këshire para se më ardha e ditë e zez, nga se normal që kanë me ardhë. A dikush mund të më na qërtu, pse be po ful, pse neve nuk na vjet tërp me mbrojt realitetin. Na përkundrazi jemi krenar pasha Allah në ata që kemi duke thirr. Edhe kërkosh kryt të pursë në i ullë, Allah në forcoft ja Rabbi. Ndërsa se vjet tërp me ardhe me mujt për çdo mujt bojnë zgjedhje këta të mallkum. Nga se përfitojnë me të madhe. E neve më najpo dikush për të madhe pse po ful? Fuli se rate është një vlloj dashur. Kam qef që edhe ti nesra më konë bashkë atje me mund kur dolme në sirat, Allah në mundësoft me ka përcy si vetëtima ja Rabbi. Aty të thirë mina. Se për këtë dënjo, Allah ki me dek edhe në te që shkanë dek ata para neve. E kanë me dek ata shavin mas neve. A mo kur të vje finalja, aty kam qef që na me shpëtu, kam të zbashku kështu. Allah në mundësoft ja Rabbi. Transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warda, i cili thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in. Do të pasani ata të cilët ishin para jush, hap pas hapi, pëllom pas pëllome. Deri sa thot alayhissalatu wassalam, hatta law dakhalu juhra dabbin, deri sa ata nëse fillojnë me hinë në birë të hardhucës, le dakhaltumu, edhe ju keni me fillu me hinë ta, keni me provu me hinë ta. Sa për neve na interesan se qysh ishte i dërguar me Allah alayhissalatu wassalam. Sa për neve na interesan që unë kam i përngjoh dërgumit të Allahut në vepra të jashtme të mbrëmshme të zemrës që ai kam. Ndërsa me bon fëmijën si një Ronaldo atje, e nim në vetën krenar. Me bon fëmijën si një farë drejqi këngëtar atje, e nim krenar. Me bon fëmijën si një farë politikone atje, ku me di qysh në duket veta që e morëm këtë dënjon. Pse? Për arsye se i kena dhonë për parësi diçka fit tjetër ju asajna çka duhet. Allahu në uzoft ja Rabbi. Dhe i thamë pejgamberit alayhis salam, kulna ja Rasulallah, oj dërguar me Allahut, el jehuda wa nasara, këta që po thu keni më ndjek, a janë jehudit dhe krishterët? Tha alayhis salam, feman kush tjetër pas tyne? E kush tjetër pas tyne? Kujdes mos bërnë këtë pikë lloj dashur. Kush tjetër pas tyne pas jehudit dhe krishterëve? Edhe krejt demant me këto dy ajetet e fundit surës Al-Baqara, këtë bon demon çdo grupacion tjetër jashtë islamit. Edhe grupacionet që thirrën në emër të islamit si dervisht apo rafidhit, edhe ata që janë khawarij dhe janë murxhia, edhe ata secila grupacion me këto dy ajete bon demon të vëllazërin. Ai të di çka i të lyp që tash. Ai të di që i të lyp diçka të shenjtë, diçka të paprekshme. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. I përshkruan Allahu subhanahu wa taala fjalët e jehudëve dhe të krishterëve për të na treguar dhe për të na dhënë mësim. Wa qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Ata thonë nuk ka për të hyrë në xhennet pas ai i cili është jehudi dhe i cili është i krishter. Tilka amaniyuhum. Kjo është onra atyre që e shohin me sy qel. Këto janë ato farë iluzionet që ata i kanë kopë. Pse? Nga se xhenneti e Allahut është i pasër, nuk të hyn të pas ata që e kanë pas imanin e pasër në këtë dunjë. Dhe imani i pasër është i pas Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhisalatu wasalam. Nuk është imani i pasër mos me besu dërgumin e Allahut. Nuk është imani i pasër me shpik për Allahun me thonë se Allah ka evlad. Kjo është tmerrë i gjitha tmerrave. Allah na ruaj ya Rabbi. Tilka amaniyuhum. Këto janë onrat e tyre që i shohin me sy qel.
Kul hatu burhanakum, thuaj o Muhammed, nëse ju jeni të thonë vërtetën për jehudit dhe krishterëve, se ju e keni mirë, edhe na e thojmë hoxhallarëve që thirrën nëpër partia, nëse ju e keni mirë, posh Allahun, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, bëni për argumentet, bëni se wallah si më të lyp diçka pas argumentet prej Kuranit dhe Sunetit, edhe na do të jena me juve. In kuntum sadiqin, nëse jeni të sinqert, e nëse jeni të sinqert, punët e juve kallëzojnë që jeni ranca, punët e juve kallëzojnë që jeni tradhtar të këtij dini, Allah subhanahu wa taala na ruaj. Ibn Taymija rahimahullah e përshkruan shumë mirë në Majmu'atul Fatawa dhe thot, Allah pas mëshiroj ya Rabbi, thot shejtani tenton gjithmonë të besimtare të njëri ta çan në dy ekstremet. Mos ta lën mesatarën, nga se mesatarja ishte i dërguar me Allahut, që shta alayhi sallam ma ana alayhi al-yawm ashabi, aja rrugë e drejtë dhe mirë dhe mesatare është në çka jam unë sot dhe çka janë shokët e mi. Vetëm kjo është mesatarja. E çka po thotë Ibn Taymija në shpjegimin e kësaj fjale, thotë, o vllazni, thotë, shejtani tenton më ju çu ekstrem, sikur se jehudit që i çaj ekstrem me diturinë e tyne, thotë çashtu, thotë tenton më ju çu edhe disa prej të dishmive, të cilët kanë dituri, edhe e din vallahi sakt ata që kam të ful, edhe e din sakt fjalët e Allahut dhe të pejgamberit tij alayhi salatu wasalam, mirë po, e ndryshojnë fjalën e Allahut dhe pejgamberit tij alayhi salatu wasalam, qysh e ndryshojnë jehudit atje me diturinë e tyre. Mirë po thot dinet se kjo është ekstrem i tepërt, thot ekstremi i olt është prej paditurisë, thot këtu marrin pjesë xhamati. Këtu kujdes o vllazni, këtu marrin pjesë populli. Mos ju përngjani krishterë o vllazni, se nuk adhurohet hoxha pse ka thonë dil vëta se e ki obligim. Nuk adhurohet hoxha. Adi ibn Abi Hatim radiallahu anhu arda, ishte shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe shkoi te i dërguar me Allahut alayhi salatu wasalam dhe i tha, i dërguar i thot alayhi salatu wasalam, i keni adhuruar ju priftat kur jeni kon në jahiliet, kur si jeni kon musliman. Tha ja Rasulullah, tha si kem adhuru. Tha i keni adhuru, tha a jav lejun gjona që Allah jav kanë dalu. Tha po ja Rasulullah, mëse jav kanë leju atë gjona, a e banë edhe të kundërtën, më jav ndalu ato që Allah jav ka leju. Tha po ja Rasulullah, a i veprut. Tha po ja Rasulullah, tha kjo është bash adhurim ndaj tyne që i keni bo. Nuk adhurot hoxha o vllazni, po dhe të hoxha amen, o dejka e ko, shku mo, kape atë hoxha. A thoj bir argumentet, nëse si ki, i mjeri ti përgatit përgjigje para Allahut. Andaj kujdes, se kështu i përshun Ibn Taymija thot, njeri është mes dy ekstremeve. Nuk është aja që valla unë po du me lëshu pen dinin e Allahut se po më duke në ekstrem. Ja më s'ka të baj me ata, është prall dhe shejtanit që i ka kop plot për njerëzve. Ekstrem të e ko ka me qu sunetin e dërgumit Allahut në vend. Ekstrem ose mësë me ndjek sunetin e dërgumit Allahut alayhi salatu wassalam. Në fund, djetarët kanë thonë, kujdes se është edhe një farë mesele që është në mesin tonë, hajtë se vëlla qaj hoxha që përna thirë, aj na konë qafë neve. Hajtë se vëlla aj ketë në qafë kam në posë ditën e kiametit. Na ju kallëzojmë se cëllit, edhe ati hoxhës, ke kushke. Edhe xhamati që thujnë këtë laf, keni frikë Allahun, se nuk është ashtu. Nga se Allah ka thonë Kur'an, wa kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, se cëllit prej juve kena bo që ta kenë vetë vetën e vetë në qafë. S'ka të në qafë të i hoxha, s'ka më të pasë pëse për të full. Nëse hoxha ty të shtreman, dije se ti barabar me hoxha në ki me shku në xhehenam ati, Allah në arrujt ja Rabbi. Pse? A monet më të mashtru që a i hoxhë më t'i marë ty në porët, për gjepit. Ja, të Allah se le me prej keq. Me njerë ku me di qka banë. E pse pe le më ta blejt gjennetin, më ta hup kejt, më ta shit gjennetin për dënjo. Pse pi dërzosh këtu shejtanit, për shka? Për qëfar arsye? Dhe e mesela tjetër është, mos të ndjek qorrazi para se marrë në ditën e kiametit po të fol me vëllazi. Nga se Allah subhanahu wa taala e përshkruan kur do të shohin banor të xhehenamit që janë drejtuar për xhehenam, s'kan pështem më për xhehenamit, Allah na rujt,
kanë me thonë, ja vejleta, i mjeri, unë i mjeri. Lejteni lem e të khidh fulanin khalile, sikur ta kisha ditë, që kë prisi jam, që kë imam jam, që kë hoxha jam, që kë partiosh jam, që kë kush ke, për në qëj kanë gjehennam, kurën e kurës s'kisha për të ndjeku në këta. Kurën e kurës as mik s'kisha me mbo këta, lema për të ndjek. Allahu në rujtë, ja Rabbi, Rabbena atihim dhi'afejni min al-adhab, atëherë dhe të thojnë ditën e kiametit se këtave që përshkojnë për xhehenam, o Zot, shtojave atyne që tash dy fishin e dënimit tonë, ja Rabbi. Wal'anhum la'nan kabira, edhe mallkojo Allah, shtojave mallkimin tanë, edhe tjetë mallkimi jëtë i madh për ta, ja Rabbi. E ne lusë me Allah në Azza wa Jall më në udhëzu, ja Rabbi. Më në forcu në dinin e Allahut Azza wa Jall, tamam si pas Kur'anit dhe Sunnetit o vëllazë. Bani doa që Allah më na i hapë zamrat me kuptu këtë din drejt, ashtu që është Allah t'jeti i kënaqur me neve. Tamam të udhëzohemi ihdina siratal mustaqim, udhëzona Allah në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët i ke begatu me mirësitë tua, ja Rabbi. Ghayril maghdubi alejhim walad dalin. As mos na udhëzon në rrugën e atyre të cilët e meritojnë hidhrimin tan, po dhe humbën rrugën e Allah. آمين 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 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.